Sot kemi arsye të jemi krenar. Mbyllëm një vit shkollor shumë të suksesshëm. Sot diplomohen 207 maturantë të gjimnazit 28 nëntori, me një kalueshmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, 2 provimet e para, gjuhë e huaj, kalueshmëria 100%, nota mesatare 8.9. 60 nxënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 nxënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0 arritën ta merrnin këto nxënës: Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Dorisa Sandoçaj, Sara Karakaçi dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës shqipe dhe letërsi, përsëri kalueshmëria 100%, nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marrë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë, nga nxënësit Dea Buriqi dhe Kajla Hoxha. Jemi në pritje tash të rezultateve të matematikës që besuam që do dilnin sot, por besoj që do dalin nesër, dhe të provimeve me zgjedhje. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvillojnë nxënësit e gjimnazit 21 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre.